Lumira Vdixhiku sapo ka publikuar një video në të cilën e ngova edhe flet shumë. Le ta dëgjojmë edhe le ta komentojmë. Të dashur aktivist, të dashur mbështetës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të dashur qytetarë të Republikës sonë, sot në serinë qendrore të LDK-s janë deponuar 148 nënshkrime të delegatëve të kuvendit tonë, nënshkrime të para verifikuara nga sekretariati. Nisë të vërzuar bëndthirje për mbajtjen e kuvendit të jashtëzakonshëm të LDK-s dhe për shkartimin tim nga detyra e kryetarit të LDK-s. Kjo është shumë interesante, sepse veç pak orë më përpara, mediat në Kosovë, Koha.net, ka raportuar se Lidhja Demokratike e Kosovës dhe vetëvendosja, masaksisht në takimin e parë që kanë marrë Lumira Vdixhiku së bashku me Vjosa Osmanin dhe Albin Kurtin, janë pajtuar në parim për një koalicion. LDK me zëvendësky ministrin, 3 ministri dhe kryetarin e kuvendit. Presidentin dhe qeverin, vetëvendosja. Tash ka ardhur kërkesa për kuvend që me shkarku Lumira Vdixhikun. A tho prikojna, le ta ngojna. Në këtë pikë, më duhet po ashtu të njëftoj shqiptarët e vendit tim. Po? Se për shkak të kësaj nisme, detyruan të ndërpres që jetë angazhimet për formime institucionale të Republikës që i presin në të drejtë tash e sa kohë. Në këto rrethana, për shkak të kësaj nisme, nuk do të ishte as serioze dhe as e përgjithshme që unë vazhdoj të negocioja me anët LDK-s, ndërkohë që mandati im për të hequr dhe përfaqësuar atë është vënë në diskutim nga brenda shërbimeve. Pra, vetë Lumiri po e tregon që ajo që raportohet është vërtet, sepse këto nënshkrime që kanë ardhur në formë kaq emergjente janë apostafat që mos me lanë Lumira Vdixhikun dhe Vjosa Osmanin me hyrë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Këta deputet, sipas të gjitha informacioneve shumë të sigurta që kanë udhëhequr këtë projekt të shkarkimit të Lumira Vdixhikut, janë gjashja shumë e fuqishme, ose gjashja që unë i tham gjashja PDK-s mbrana LDK-s. Hikmet e Bajrami, Kujtim Shala, Zoti Zemaj, Arben Gashi, Janina Emeri, Kanarova, s'është më rëndësi. Pra, tamam këta kanë nisë bisedime dhe janë pajtuar parim për me bë koalicionin, kjo gjashje që po don ashqyqare me bë përparim radhën kryetarit të LDK-s, i cili kur nuk ka qenë në LDK, e ka pranuar që kur s'ka në LDK, këta po dojnë me bë kryetarit të LDK-s. Dhe në vështirë, nuk do të besoj se bisedimet rrethar kanë qenë arsyeja ndërtisë për kuvend të pa precedent. Valla i Lumir 100%. Ndash besoj, ndash me zbesoj, po që kjo është arsyeja. Hajde. Për tani që ai thirret, ai mbi vendoset secilit angazhim tjetër. Fatkeqësisht, qytetarët e Kosovës do të pasojnë më shumë të drejtim LDK bashkë me ta. Zonja Zotrin, respektimi i procedurës së nisë nuk do të thotë se duhet të heshtim për rrethanat në të cilat kjo nisë fatkeqësisht po zhvillohet. Hajde. Vjen në një moment shumë kritik për ne si parti dhe për vendin, për Kosovën si tërësi. Pse? Vjen gjatë bisedimeve për formimin e institucioneve, kur ne nuk duhet të kishim as bring as kohë për apetite tjera përveç se bërjes së institucioneve të shtetit. Vjen vetë. E vërtet, domethënë apetite keni krejt. Nuk është që se një und. Të qëta ato jeni und, për shtatë dhe merrni pjesë në zgjedhje, për shtatë merrni pjesë dhe me marrë pushtet. Pra apetit mos falni, po kjo është një betejë shumë interesante. Hajde, se shkon egër po, situata edhe pak sa shumë mirë hen. Të pak mënoj, pas kuvendit të 30 janarit, kur delegatët tonë shprehen vullnetin e tyre të qartë, dhe vjen pas zgjedhjeve të qershorit, në të cilat zgjedhje LDK me qëllatëshën e rrifit. Nuk e fshej keqardhën time, jo sepse do të dalë përsëri para delegatëve, nga vota e vendimi i tyre nuk kanë pasur dhe nuk kanë frikë asnjëherë. Madje në gjysmën mandati bëhet hera treqe BPK. Veç kë edhe Albin Kurti janë shkuar që shtën zgjedhje. Natyrisht më shumë sepsi e më shumë si për punë, e ndonjëherë pyeten, sidomos duke parë vrurën e këtyre javëve të fundit kundër vetes, se ku do të ishte mesi LDK, që për gjithë kjo energji e angazhim do të drejtohej në ngritjen tonë në vend të betejës parlamentare. Me siguri do të ishet pak më lart, në ndonjë koalicion me vetëvendosje, duke bërë në ndonjë pozitë, por ja që Hyki, Meti, Riga,
tek një proces që mund të na dëmtoj, pari paruçur nga brenda, edhe të Kosovën, pa institucione, dhe potencialisht përballë zgjedhjeve të reja në vjesht. Ky është edhe qëllimi, miq. Qëllimi i PDK-s dhe qëllimi i grupit të PDK-s mrena LDK-s është kë. Është shumë e thjeshtë bre. PDK-ja aktuale, e cila nuk ka mujtë me bëhë kur të gjohë hiç, pa Hashim Thaqin, Kadri Veselin, edhe Jakub Krasniqin, sa që janë detyruar mja marrë dhe djalin parti. Janë të shpresu tepër shumë që kur të kthehet Hashim Thaqi, Kadri Veseli, prej Hagës, janë sigur që kanë mu liru, kanë me fitu zgjedhjet, edhe janë ka bojnë çmos me lanë LDK me hynë në koalicion me vetë vendosin që me prit shtatorin. Jepi Lomir. LDK do të duhet sillet si shtëpi e interesave të shtetërorëve, jo apetiteve për kryetarën e karrikën e kretarit. Karrikën të cilën Wow. Ja që pak e këtu. Le ta marrën fundja, por kanë mundur ta vënë me më kujdes. Jo për bashkëpunëtor, po për popullin që shen, që vazhdon, që dëshpërohet, por me Zotin e vepron. T'jeni sigurt, ky popull do të veprojë. Ai fashikimi. Ky popull do të veprojë për atë miri. Populli do të veprojë e vërtet. Po përsëri, po thotë kanë mund të bëni një formë pak më të kujdesshme. Nuk e di që shka formë më të kujdesshme. Po, hajde. Të fshehë asociimin tim për atë që kjo nis mund të shkaktojë LDK-s. Në historinë të 30 të shtatëveçare nuk ka pasur një pasi të tillë. Shkarkimin e kryetarit vetëm 4 muaj para zgjedhjeve të drejtuar partijake e vetëm 4 muaj pas konfirmimit partijak. Nuk e kuptoj muti, as kohën, edhe më pak zgjedhje të procedurave LDK. Citjet e jashtë. Qet një majone, se nashta nuk e kuptan jo mirë. Hikmet e Bajrami, Kujtim Shalla, Zemaj, Janina Emiri, Gashi, këta, që këtë gjashje, nuk po dojnë ti me kanë kryetar. Ata po dojnë që ata me marë partin, ty me të largu, shpejt, sa ma shpejt që është e mundun, me marë për parim rame nëse ty kanë aty drejt të tyne me bë kryetar, edhe me shku në zgjedhje. Sepse ku të kthehet Hashim Thaqi, Kadri Veseli, edhe e mujnë edhe të vendosjen, Allah ndërtonë, banë me LDK-n edhe Hikmet e Bajrami, opozitarja, kryetarja e PDK-s në LDK-n, që ta shti u shkarku për i PDK-s, u me të vishë në kryetare, se kryetare është për parim Rama, po thënë që ta është që kërë është kombinimi shansa e fundit. A e kuptove të ashtë të mirë? Do të veni të shpejt, do në besim sërësh ne. Kjo shtëpi nuk definohet nga ata që projektuan shurën e saj, e që në çdo çare minimale projektojnë për çare maksimale. Kjo shtëpi ndështohet vetëm nga tarësia e saj, e tyre ka qenë. Unë kam përgjithësi, bëj gjithçka që kjo shtëpi të mos dëmtohet. Por nuk mund ta mbaj përgjithësinë për një proces që nuk e kam nisur, nuk e kam dashur, nuk e kam pritur. Përgjithësinë për këtë nisur, për dëmet që mund të krijoj, e për pasojat që mund të vëzhgojnë. Do ta marrën ata që e kanë organizuar dhe kanë zgjedhur ta sillin në këtë moment. Kush janë ata o Lumir, fal me emrin vlla. Kush janë ata njerëz se marrun të ful, nuk ti të lejoj më grupi ky grupi. A është situata mot? Shpërthaje. Jam i bindur se do ta bartin. Do sa ka të vonë. Vonë do të jetë edhe për ty, atëherë me fol. Ç'tash? Unë do ta bëj të tillën time. Po, Nuk e kam kërkuar këtë vetëj, do të iki. Do të dam të ballë me secilin që më jep të drejta, me dignitetin që ka përgjegjësia, dhe me vendosmërinë për ta përdorur fuqën tonë, siç kanë bërë në 3 kuvende deri tani. Kam besim plot. Am nat Cristiano Lumir. Kush po do në shkarku? Apo interesa e shasit. Megjithatë, do ta pranoj vendim, megjithatë, do ta ndrojë vendim. Sepse asnjë pozit nuk është më madhe se besimi i njerëzve, asnjëri prej nesh nuk është më i madh se sa lidhja demokratike e Kosovës. Dhe asnjë interes, asnjë karrike personale nuk mund të jetë më i madh se Republika jonë. Sot, po ashtu ne nga tek njerëzit tonë, tek gjithë ata me të cilët bashkëpuntuam në këtë kohë, tek ata që kanë qëndruar në ditë të mira. Bën Allah, Lumir bëna. Ata që kanë Zdi. në zemër për këtë shtëpi. Ata që son ditë të lënduar e drejt, shqetësuar e drejt, zhgënyer e drejt. Ato do të them mos e humbni besimin. Luftoni për atë që besoni. Luftoni me bindje,
me intimitet dhe me dashuri për lidhëkën. Luftoni me fjalën tuaj, me guximin tuaj dhe me të drejtën që ja jep kjo shtëpi, kjo demokraci. Mos lejoni që shënimi t'ju largoj, mos lejoni që padrejtësia t'ju hesht, mos lejoni që asnjë interes i tyre që kurse dashni lidhëkën, përcaktoj fatin e shtëpisë. Mos lejoni që askush të bindë se zëri juaj nuk ka shpesh. E ardhmja është në shërbim tuaja, qëndroni, sepse jeni forca e vërtetë. Të dashur aktivist, të dashur